Muar fizikisht 2 ditë më parë në Ferizaj nga një person tjetër, për këtë rast ka reaguar aktivisti Agon Zhini Potoku, i cili kujdeset për të dhe nënën e tij. E ndjekim intervistën e tij dhënë për gazetaren Ardiana Eshari. Një person me aftësi të kufizuara këtu në qytetin e Ferizajt është sulmuar fizikisht para 2 dite në sheshin e qytetit. Ndërkaq për të diskutuar më shumë dhe për të kuptuar më shumë rreth kësaj situate, do të flasim edhe me kujdestarin e kësaj familje, me zotrin Agon Zhini Potoku. Përshëndetje i nderuar dhe faleminderit shumë për kohën. Para 2 dite pra personi ose familja për të cilën ti kujdesesh për një kohë të gjatë është sulmuar fizikisht pikërisht në qendër të qytetit. A mund ta tregoni se si ka ndodhur krejt kjo ngjarje? Po ngjarja ka ndodhur para 2 ditëve, domthonë shtunë në Roma, edhe na dyshimet e para konë që pas gjakdetit që ka bozur në hund, që është rëzu, për frikës që tregoj rasti që ka ndodhur. 2 ditë më pas, sa do më thonë mëngjes, ka pasur mavjosje dhe deformim të hundës. Në fakt, pas kontrollet që kemi bu në qendrën e emergjente, në Ferizaj, e kom lejmë rastin polici. Në fillimisht kom bothirë për mes rrjetet sociale, me në ndimu që kush e ka rrej një person me aftësi të kufizuar të përhershme, i cili gëzon edhe një penzion për Republikës Kosovës. Në fakt, pas gjithë ati traumatizimit në nënës tij që lavuan për i kancerit, edhe ka 6 vite që mira me këtë punë, unë kujdesem për këtë familje, me gjitha që një farë lloj kujdesarin thojza ta them, dhe du me falendëru pafënësisht policinë e Kosovës që kanë qenë shumë vigjilentë dhe e kanë marrë rastin tepër serioz. Brenda orës, domethënë, është identifikuar personi dyshun, ai është arrestu, për fatin tonë të keq është një si shoqëni, është një 13 vjeçar që e ka rrarë në atë mënyrë aq brutale, një person që nuk e nguca s'kën, është shumë i urtë, shumë i dashur, shumë i qetë, për shkak të tragjedie familjare që është jetim, nënën e vujtën dhe vëllezër e motra i ka 7 vdekur, po ashtu edhe baba që 23 vite, nuk i ka mjaftuar, megjithatë unë ndjek keqardhë për rastin që ka ndodhur, uroj të jetë i fundit, por nuk është rasti i fundit, kësi rasti ka ndodhur edhe të shumta më herët, ndaj tij, persona që narkomane dhe njerëz të rrugëve, do thonë ushtrojnë dhunë dhe ja morrin parat, me që dihet që cufën e dojnë gjithë dhe i dhurojnë paraj, i blim rroba, japëm telefona se diçka do që është dëshirë e tij. Unë du me falendruar gjithë qytetarët që kanë bërë një solidarizim ekstrem ndaj këtij rasti, kur dihet që është me nevoja të veçanta dhe nuk e ngucë kërkën. Po si është gjendja e tij shëndetësore aktualisht? Ne po presim që ai ta marrë veten, është një pak sa i stresuar dhe përkundër asaj që i ka ndodhur, është në qytet, sot dalën bashkë, e mirëpritet mirë gjithë dham kuraja për ato që ka ndodhur, po të shumë mavjosjet në sytë e tij dhe deformimi i hunës tregojnë që gjendja është pak më serioze. Me gjithë se mjekët ka thonë që vjen duke rikuperuar me kohë, po presim 2 ose 3 ditë tjera të kalojnë shejat e ftyrës. Ju thatë paraprakisht ka pasur edhe raste tjera kur ky person është sulmuar. Si kanë reaguar në këto raste policia? A ka pasur të arrestuar sikur ky rasti i fundit që mos të kishtë regu vetë, edhe këtë rast në këshëm lejmëru, se më mendu që është rëzu vetë, po në fakt që aje ka identifiku vetë personin qytet, kur janë dalë zbashkë me policinë, me njësinë e tuse, dhe ka ditë cili është. Rastet e tjera kur kanë ndodhur kanë qenë pak sa më të izoluara, por nuk kanë ushtruar dhunë. Ja kanë marrë paratë ose diçka tjetër edhe kanë përfunduar me kaq. Ama kjo është rast eklatant që nuk mundna me kaluar në heshtje, edhe kena desh me reagu fuqishëm, pse ju tjerëve, po pse persona me aftësi të kufizuar më ndodh kjo kur gjithë e dim. E dim diagnozën e tyre, e dim që nuk janë të rrezikshëm, kanë përkrahur në shoqënisë, pse do të ndodh kjo. Po policia e Kosovës ka qenë shumë vigjilente, gjitha hapat që kanë marrë që ai të arrestohet, ai 13 vjeçar bisedohet me prindin, ma ato tjerë nuk e di konsekvencat ligjore çu thonë, po di që ai do të jetë në qendër rehabilituese, dikon qendër korrektuese që do të avojë një dënim i cili ka shkaktuar një dëm ndaj një personi me aftësi të kufizuar. Përveç ndihmës financiare që merret prej shtetit si person me aftësi të kufizuara, a ka ndonjë ndihmë tjetër që i dhurohet nga shteti, qoftë mbështetje edhe për ju që jeni si kujdestar i kësaj familje? Jo, na kryesisht funksionojmë në baza vullnetare. Gjitha shpenzimet që ka, për shembull nëna e cufës, teta me vlidë ka terapit në qendrën në onkologji, në QKK, ato janë falas. Unë dërgoj 2 herë ose 3 herë në javë, në muaj sartë ka nevojë. Kjo punë vazhdon që 6 vite, dhe do të vazhdoj me anë e Zotit derisa të ketë sot jetë gjallë. Problemi më i madh është që nëse diçka ndodh, si do të jetë me cufën. Ka qendra, kush do të kujdeset nëse do të jetë personi vetëm. Edhe brenga e nanës tij është kjo.
unë e vdes, për ku mbetet. Një dozë dyshimit të shtuar edhe me tutje sa që edhe përse gjalli kanë rrahur, çka do të jetë nëse nuk do të jetë ajo. Po fatmirësisht ne do të bashkëpunojmë me institucionet gjitha që janë kompetente, sidomos me Policinë e Kosovës që në shembull Regioni Frizat, jo 3 vjet, po vitet tona që brenda javës kemi arritur të zgjedhëm 2 ose 3 raste që janë të rrezikut përgjithshëm shoqëni. Cufa, Rambo, edhe një rast tjetër që nuk dua ta përmend, kanë qenë njerëz që ma kanë ofruar për krajin, unë jam një qytetar i rëndom, të zakonshëm, një zyrtar komunal, një që munduna sa do pak me atë kaçikin që kam, më ndihmu njerëzve. Po megjithatë po bëjnë punë të mira. Edhe Ferizaj nuk du me parasit për mes kësaj ngjarje që jemi dhënshëm ose diçka, po nuk mund me qenë një person i dhënshëm me na përfshit gjithë qytetin se jemi tillë. Ne i përkrahim njerëz me aftësi të kufizone, njerëz që kanë probleme mendore, njerëz që nuk kanë, njerëz që kanë nevojë për shërim jashtë vendit, shtëpia, banesa, çfarë do natyre ndryshme që kanë nevojë për dorën e bamirësve. Është një qytet shumë i gjallë, është shumë i solidar që organizojmë shumë shpejt çka do që të jetë. Po, për fond, si u ndjet ju kur e kuptuat që ai është sulmuar dhe cili është mesazhi juaj për shoqërinë në karshi kësaj kategorie? Fakti i prekshëm se unë kam si pjesë të familjes, mirëm që 6 vite me ta, do më thonë, kur ti familjezohesh me ta është pak ma sa e prekshme, sot mëngjes duke pi kafe, pak i thash në atë mënyrë që nuk po duket që është i jerzu, ka rrej dikush, apo kujton, e tani fillova me marrë me të mirë, me diskutu, edhe më tregoj që ka ndodhur te Libetini, orde ka marrë ambulanca, ka pas gjakderdhje, mandej në raportet mjekësore gjitha cekin këtu. Unë do mi bë thirrje që në kësaj kategorie, jo mi sulmu, po çdo kush që i has në rrugë, çdo kush që i sheh mi përkthejl, mi marr dazon të mi u ble diçka, mi përshëndet, ata edhe ashtu kështu janë një kanë problemet e veta, si qytet do të jemi ka atyre, do të jemi më shumë përkraje. Edhe besoj uroj tjetë raste i fundit që ndodhë kështu, po ne vish po uroj, nuk po ndodhë tjetë ashtu. Fatmirësisht, në qytetit tonë jena mobilizu, edhe besoj që nuk do të lojmë të paktën me vetdijen tonë që të përsëritin raste të tilla ndaj personave me aftësi të kufizuara. Vazhdojmë me tjera informacione.